ato goditje shumë dimensionale të cilat godasin rinin ton e bojnë që t'ju prezantohen aty në idole të cilat duhet të ndiqen dhe duhet të pasohen dhe në shumicën e rasteve ato nuk janë shëmbëltyr. Ose shëmbëltyra aty në është paraqitet se është shumë e mirë, po në një kënd tepër të vogël në cilën ai vepron dhe zotron. Për shembull, merret një lojtar i futbollit si shëmbëltyr, pse di me lut futboll, ama jo pse është i aft, për shembull me lexu, ose se lexon, ose se njeh shkencën, ose se është i mirë me prindrit e tij, ose që është i mirë me komshitë e tij, ose është shembull me fëmijët e tij, ose merret një këngëtar, ose merret një rap artist, që i llogarisin artista, se këto janë suksesi, këto janë pse ai shfaqet aty me vetura luksoze, me femra për rreth e kështu me radhë, dhe ky është një shembull i suksesi. Tekst banal, plot hyrje sharje edhe dhe mu më habit se sa ka arrit, do me thonë, me ndiku tek të ri, derisa besa ndonjëherë në rrugë i shoh të ri e kalshu, me thonë telefonin, e kalshu audio aty në YouTube, ose e ka downloadu me ato këngat, dhe i dëgjon dhe rrin, nuk din çka ndodh rreth tij, nuk e din se, do me thonë, nuk e din se mi fol, nuk dëgjon me të parën, duhesh mi kthjell, nuk është aty, është ekstrem i zhytur sa që ti thu, a është normale ky ndikim, sa që ndoshta Kurani si ka tek disa besimtar që duhet jetë e kundërta, e kupton. Dhe do me thonë, kjo është ai shembull i modeleve të këqija të cilat ju imponohen. E cekët më herët se ka plot për njerëzve të cilët thojnë, dëgja, unë nuk ndjek askënd, unë jam vetja ime. A diçka, veç pretendimi se ti nuk ndjek dikant, është pasimi një modeli tjetër, se në shumicën e rasteve nuk është i shëndosht. Ato të cilët thrasin mos pasat i kërkan si model, bëno vetja jote, automatikisht je duke i pasu ato si modele, ato je duke ndjek si modele. Pastaj ato do t'i japin ato standarde të cilat ti duhet i kesh, atë mendjemasin të cilën duhet të ndërtojsh veten tënde që të mos respektojsh model, flasin për modelet e mira tash, të mos kesh model prindin e mirë, mësuesin e mirë, besimtarin e mirë, hoxhin e mirë, e të mos flasin më lart deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.